Jo o bleu një kal të sëmur nga mëshira, pa e ditur se ai fshite një sekret që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Carlos Oliveira ishte i falimentuar dhe i vetëm. Në moshën 45 vjeçare, ai kishte humbur jo vetëm gruan për një burr tjetër, por edhe vullnetin për të vazhduar luftën për fermën e vogël që kishte trashëguar nga jati në Valle Sereno, në brendësi të Minas Gerais. Vitet e fundit kishin qenë të pamëshirshme. Borxhet ishin grumbulluar, toka ishte lënë pas dore dhe heshtja e shtëpisë e rëndonte më shumë se çdo mungesë parash. Gjatë një ankandi bamirës për kafshë të braktisura në qytetin fqinj, sytë e tij u ndalën tek një kal me njolla, i strukur në një cep të një hangari të improvizuar. Kafsha ishte dukshëm e dobët, me brinjë të dala dhe një shikim të lodhur, si dikush që kishte hequr dorë nga shpresa. Askush nuk bënte oferta për të. Sipas ankandistit, kali ishte gjetur i vetëm buz një rruge, pa asnjë shenjë pronari. 50 real, bërtiti Carlos, duke e habitur edhe veten. Ankandisti, një burr i shkurtër dhe i shëndosh me emrin Mrio, e pa me habi dhe lehtësim. Askush tjetër nuk foli. Heshtja u mbush vetëm nga zhurma e insekteve të mbrëmjes. I shitur zotëris me këmish blu, shpalli ai. Ndërsa Carlos firmoste dokumentet, veterineri Dur Silva iu afrua me shqetësim të dukshëm. Ai e paralajmëroi se kali ishte shumë i dobët dhe se ndoshta nuk do ta përballonte javën. Carlos e vështroi kafshën edhe një herë. Në atë shikim të lodhur, ai pa diçka që e preku thellë. As unë nuk jam në formën time më të mirë, doktor, tha ai qetë. Ndoshta mund ta ndihmojmë njëri tjetrin. Kali u fut me vështirësi në kamionçinën e vjetër. Gjatë gjithë rrugës për në fermë, Carlos i fliste kafshës, sikur po i fliste dikujt që e kuptonte. Ai i tregoi për jetën e tij, për humbjet, për djalin që nuk e shite më. Në një moment, vendosi t'i vinte një emër. Pintado, tha. Kali hingëlloi lehtë, sikur ta pranonte. Ferma e priti në heshtje. Gardhet ishin të prishura, shtëpia kishte nevojë për bojë dhe vetëm 2 nga stallat ishin ende të përdorshme. Carlos e çoi Pintadon në stallën më të mirë që kishte. I përgatiti ushqim me kujdes dhe, për habin e tij, kali hëngri me oreks. Për herë të parë pas shumë kohësh, Carlos ndjeu një grim shprese. Më vonë, ai ndezi një radio të vjetër. Kur filloi muzika sertane, gjithçka ishte në rregull. Por kur radioja kaloi në muzikë klasike, kali u ngurtësua, u tensionua dhe ndaloi së ngrëni. Carlos vuri re se reagimi lidhej drejt për drejt me melodin. Ishte sonata e hënës e Beethovenit. I habitur dhe i shqetësuar, ai e fiku radion. Kali u qetësua menjëherë. Ishte diçka e pashpjegueshme. Atë natë, Carlos fjeti më mirë se në muajt e fundit. Të nesërmen në mëngjes, Pintado e priste në këmbë, sikur e dinte se dikush po kujdesej për të. Ndërsa pastronte stallën, Carlos vuri re se kali reagonte gjithmonë kur ai afrohej në një cep të caktuar. I shtyr nga instinkti, ai filloi të gërmonte. Nën tokë, gjeti një kuti metalike të vogël. Brenda saj, dokumente të vjetra të pronës. Një akt pronësie për 5 hektar tokë me një burim uji. Një pasuri e vërtetë. Ti më solle fat, i tha Carlos kalit me zë të dridhur. Pintado hingëlloi lehtë. Ditët pasuan me përkujdesje, shëtitje dhe përmirësim të dukshëm të kalit. Një pasdite, fqinja e tij e moshuar, Dona Maria, e vizitoi. Ajo e vështroi kalin me sy të ngushtuar dhe tha se i duke i njohur. Ajo përmendi një vjedhje të madhe kuaj shrace që kishte ndodhur vite më parë. Carlos nuk i kushtoi shumë rëndësi, por fjalët e saj i mbetën në mendje. Të nesërmen, Carlos eksploroi tokën e re bashkë me Pintadon. Kali dukej sikur e njihte rrugën. Në maj të kodrës u shfaq një luginë e bukur me një burim uji të pastër. Ishte më shumë se sa kishte ëndërruar ndonjëherë. Në kthim u përballën me një burr elegant që doli nga një kamionçinë luksoze. Ai u prezantua si Marcos Hoffman, një tregtar kuajsh. Sapo ju afrua, Pintado u shqetësua dhe u tërhoq. Marcos e identifikoi menjëherë si një mangalarga marchador, një racë shumë e vlefshme. Ai ofroi ta blinte. Carlos refuzoi. Më vonë, veterineri e paralajmëroi Carlosin se Marcos kishte reputacion të dyshimt, të lidhur me vjedhje dhe mashtrime. Dyshimet u thelluan. Të nesërmen në mëngjes, Dona Maria u kthye e trazuar. Ajo e pa kalin dhe tha me bindje, ky është Relmpago. Një kalgare i famshëm, i zhdukur vite më parë.
Ajo tregoi një shenjë në formë ylli nën krif. Carlos e pa dhe ndjeu një të ftohtë në shpinë. Pintado nuk ishte thjesht një kal i braktisur. Ai ishte çelësi i një historie shumë më të madhe. Sekreti sapo kishte filluar të zbulojë. Ai uli xhamin dhe tha, nëse keni nevojë për këshilla se si të kujdeseni siç duhet për këtë kafshë, jam në dispozicion. Kuajt e racës kërkojnë kujdes të veçantë. Me këto fjalë, ndezi motorin dhe u largua, duke lënë pas një re pluhuri. Gjatë gjithë rrugës së kthimit, Carlos nuk pushoi së menduari për atë takim të çuditshëm. Pse Pintado kishte reaguar kaq keq ndaj Marcosit dhe pse ai burr ishte shfaqur pikërisht në atë moment, kur mbërritën në fermë, qielli ishte tashmë i mbushur me yje. Carlos e ushqeu kalin, u sigurua që ishte mirë dhe vetëm atëherë hyri në shtëpi. Ndërsa përgatiste një darkë të thjeshtë, telefoni ra. Ishte Dre Silva, veterineri i ankandit. Ai po telefononte për të pyetur për gjendjen e kalit. Carlos u përgjigj se për çudi kafsha ishte shumë mirë, po hante rregullisht dhe madje kishin bërë edhe një shëtitje. Veterineri u habi. Ai pranoi se kishte menduar se situata do të përfundonte me eutanazi. Carlos e kundërshtoi menjëherë dhe përmendi se kishte takuar një burr që i kishte thënë se kali ishte një mangalarga marchador. Nga ana tjetër e linjës ra heshtje. Veterineri pyeti kush ishte ai burr. Carlos përmendi emrin Marcos Hoffman. Heshtja këtë herë zgjati më shumë. Dre Silva e paralajmëroi me zë serioz që të kishte kujdes. Marcos Hoffman ishte i njohur në rajon për praktika të dyshimta në tregtinë e kuajve. Kishte pasur ankesa dhe dyshime për vjedhje dhe mashtrime në gara, edhe pse asgjë nuk ishte provuar zyrtarisht. Një ndjesi e ftohtë i përshkoi shpinën Carlosit. Veterineri shtoi se mangalarga marchador ishte një racë shumë specifike dhe se do të vinte të nesërmen për një ekzaminim të plotë. Nëse kali ishte vërtet i racës, kjo mund të shpjegonte pse ishte braktisur. Pas telefonatës, Carlos shkoi te stalla përpara se të flinte. Kali ishte shtrirë rehat mbi kashtë, por ishte zgjuar, sikur ruante vendin. Ti ke shumë sekrete, apo jo, miku im, përshpëriti Carlos, duke ja përkëdhelur qafën. Mos u shqetëso. Ai njeri nuk do të marrë askund. Të nesërmen në mëngjes, Carlos u zgjua nga zilja këmbëngulse e derës. Ishte Dona Maria, dukshëm e trazuar. Pa përshëndetur siç duhej, ajo kërkoi të shihte përsëri kalin. Ajo hyri drejt në obor dhe u drejtua për te stalla. Carlos e ndoqi i hutuar. Pintado ishte i qetë, duke ngrënë. Dona Maria ju afrua ngadalë dhe e vështroi me kujdes. Pas disa qastesh, ajo shpërtheu, e dia. Ky nuk është një kal i zakonshëm. Ky është Relampago. Carlos u habi. Dona Maria shpjegoi se Relampago kishte qenë një nga kuajt më të famshëm të garave në rajon disa vite më parë. Burri i saj i ndjer ishte një tifoz i madh i garave dhe e njihte kalin shumë mirë. Ajo tregoi një shenjë në formë ylli nën krif, në anën e djathtë të qafës. Carlos e pa me dyshim, duke thënë se mund të ishte vetëm një shenjë lindjeje. Por Dona Maria ishte e bindur. Ajo tha se ajo shenjë ishte e famshme dhe se sytë inteligjent të kalit ishin të pamohueshëm. Para se Carlos të mund të përgjigjej, një makinë u afrua. Ishte Dre Silva. Veterineri dëgjoi historinë dhe e njohu menjëherë emrin Relampago. Ai e dinte për skandalin e madh të garës në São Paulo, ku kali kishte fituar vazhdimisht derisa papritur filloi të humbiste në mënyrë të pashpjegueshme. Ekzistonin thashë theme se ishte dopuar për të humbur. Pronari i asaj kohe ishte Marcos Hoffman. Ekzaminimi i detajuar i kalit konfirmoi dyshimet. Dre Silva pranoi se Dona Maria kishte shumë të ngjarë të kishte të drejtë. Tiparet fizike, mosha dhe disa karakteristika anatomike përputheshin me Relampagon. Para se të zhdukej, ai vlente qindra mijëra real. Veterineri shpjegoi se zhdukja e tij mund të kishte qenë një përpjekje për të shmangur hetimet. Ai paralajmëroi Carlosin se nëse Relampago identifikohej zyrtarisht, mund të shfaqeshin prova kundër Hoffmanit, pasi kuajt e racës kishin mikroçipa identifikimi dhe analizat toksikologjike mund të zbulonin gjurmë edhe pas kaq kohësh. Carlos e pyeti se çfarë duhej të bënte. Këshilla ishte e qartë, diskrecion total. Të shmangte Hoffmanin dhe të mos tregonte asgjë. Veterineri premtoi se do të kontaktonte në mënyrë të fshehtë shoqatën e mbarështuesve për verifikime. Ditët që pasuan, Carlos u përkushtua edhe më shumë ndaj Relampagos.
Kali filloi të merrte veten, të shtonte peshë dhe të tregonte forcë. Carlos gjithashtu konfirmoi ligjërisht pronësinë e tokës me burimin e ujit, e cila mund të ishte shpëtimi i tij financiar. Një pasdite, ndërsa po krete Kalin, Carlos dëgjoi zhurmën e një makine. Zemra i rahu fort kur pa kamionçinën luksoze të Marcos Hoffmanit. Ai i tha Kalit të qëndronte i qetë dhe doli për ta përballur. Marcos erdhi me buzëqeshjen e tij të ftohtë dhe pyeti për ofertën. Ai e rriti çmimin, por Carlos u shmang, duke thënë se ishte i zënë me dokumente të reja të pronës. Sytë e Marcosit u ndriçuan nga interesi. Ai pyeti për tokën dhe kufijtë e saj. Carlos u përpoq të mos zbulonte shumë. Marcos kërkoi të shihte Kalin, por Carlos gënjeu, duke thënë se veterineri kishte rekomanduar pushim të plotë. Hoffman u largua, por vështrimi i tij i fundit drejt stallës ishte i mbushur me dyshim. Carlos e kuptoi se rreziku po afrohej. Relampago nuk ishte më vetëm një kal i shpëtuar. Ai ishte çelësi një të vërtetë të rrezikshme dhe Carlos tani ishte i përfshirë thellë në një lojë shumë më të madhe se sa kishte imagjinuar ndonjëherë. Një përzierje lehtësimi dhe shqetësimi pushtoi Carlosin. Sapo kamionçina u zhduk në rrugë, ai vrapoi përsëri drejt stallës. Relampago ishte i shqetësuar, duke vrapuar nervozisht në hapësirën e ngushtë. Qetësohu, miku im, ai iku, i tha Carlos me zë të ulët. Kali hingëlloi dhe u duk se u çlirua sapo e pa. Minutat që pasuan u kaluan duke e qetësuar kafshën, duke i folur me butësi dhe duke ja përkëdhelur qafën. Nuk do ta lejoj të marr. Ta premtoj. Atë natë, Carlos e pati të vështirë të flinte. Zbulimet e ditëve të fundit i silleshin në mendje si një stuj, një kal i famshëm, një pronar i dyshimt, një pronë e vlefshme e rizbuluar. Jeta e tij, që deri pak ditë më parë ishte e qetë dhe monotone, ishte kthyer përmbys në një kohë shumë të shkurtër. Në orët e para të mëngjesit u zgjua nga një hingëllim e mprehtë që vinte nga stalla. U hodh nga shtrati dhe vrapoi jashtë, zbathur dhe vetëm me pantallona. Qielli ishte i mbuluar me re të errëta dhe një erë e fortë paralajmëronte një stuj që po afrohej. Sa më shumë i afrohej stallës, aq më shumë dëgjonte relampagon që hingëllonte pa pushim. Çfarë ka ndodhur, miku im? Pyeti Carlos duke hapur derën. Kali ishte jashtëzakonisht i shqetësuar, duke goditur tokën me thundra dhe duke tundur kokën me forcë. Kur pa Carlosin, e shtyu me feçk drejt daljes, sikur donte ta paralajmëronte. Në atë çast, një erë e fortë i goditi hundët e Carlosit. Gaz! Era vinte nga drejtimi i shtëpisë. Pa humbur kohë, Carlos vrapoi drejt saj. Zemra i rrite fort. Gjatë rrugës vuri re se zora e bombolës së jashtme të gazit ishte prerë qëllimisht, me duar që i dridheshin, mbylli valvulën kryesore dhe hapi të gjitha dritaret. Era ishte ende e fortë, por për fat të mirë gazi nuk ishte grumbulluar mjaftueshëm për të shkaktuar një shpërthim. Ai nuk guxoi të ndiste asnjë dritë apo pajisje elektrike. U kthye te stalla, duke u dridhur jo vetëm nga të ftohtit e agimit, por edhe nga tronditja. Ti ma shpëtove jetën, relampago, përshpëriti duke e përqafuar në qafë. Si e ndjeve rrezikun? Kali tani ishte më i qetë, sikur ta kuptonte se rreziku kishte kaluar. Carlos e kaloi gjithë natën pranë tij, i paftë të kthehej në shtëpi derisa u bindë se gazi ishte shpërndar plotësisht. Me rrezet e para të diellit, telefonoi policinë dhe raportoi incidentin. U përpoq gjithashtu të kontaktonte Silven, por arriti vetëm të linte një mesazh. Pak më vonë, një makinë e policisë civile mbërriti në pronë. 2 policë ekzaminuan zorën e prerë dhe bën shumë pyetje. Kur e pyetën nëse kishte ndonjë dyshim se kush mund ta kishte bërë, Carlos hezitoi. Dyshimet e tij binin mbi Marcos Hoffmanin, por nuk kishte prova. Ai përmendi vetëm zbulimin e pronës së vlefshme. Policët u larguan duke rekomanduar instalimin e kamerave të sigurisë. Më në fund, Silva e telefonoi. Pasi dëgjoi gjithçka, veterineri këmbënguli që Carlos të shkonte menjëherë në qytet. Ai kishte informacione shumë të rëndësishme për relampagon dhe nuk donte t'i diskutonte në telefon. Carlos u përgatit, forcoi sigurinë e stallës dhe i kërkoi Dona Maris të ruante pronën. Ajo pranoi pa hezitim, duke marrë pushkën e saj të vjetër. Në klinikën veterinare, Carlos u çua në një dhomë të veçantë. Në mur, një fotografi e madhe e një kali të bukur me njolla i tërhoqi vëmendjen. Ishte relampago, i fuqishëm dhe krenar, me një pllakë që tregonte fitoren e tij të madhe.
Pak më vonë, Dura Silva hyri i shoqëruar nga një grua elegante. Ajo ishte Helena Souza, ish pronarja e Akademisë Ekuestre Verde Vale dhe pronarja e ligjshme e Relmpagos. Helena falenderoi Carlosin për kujdesin dhe tregoi historinë e Kalit. Relmpago kishte qenë më i miri në rajon, derisa filloi të humbiste në mënyrë të dyshimshme. Marcos Hoffman, ortak minoritar në akademi, kishte përfituar nga humbjet. Para se të bëheshin testet, Kali ishte zhdukur. Dura Silva konfirmoi zyrtarisht se Kali i Carlosit ishte Relmpago. Mikrochipi përputhej, po ashtu edhe të gjitha karakteristikat fizike. Ata shpjeguan se nëse Kali do të ekzaminohej plotësisht, mund të zbuloheshin prova të dopingut dhe mashtrimit. Carlos u pyet se çfarë donte të bënte. Helena propozoi një partneritet, ajo do të mbulonte shpenzimet mjekësore dhe do të ndihmonte në rikuperimin e Relmpagos. Në të ardhmen, si hamshor, Kali mund të siguronte të ardhurat të konsiderueshme. Carlos pranoi, i vetëdijshëm për rrezikun, por i vendosur. Kur u kthye në fermë atë mbrëmje, gjeti Dona Marin ende duke ruajtur. Ai e ndjeu se, pavarësisht rrezikut, për herë të parë pas shumë vitesh kishte një qëllim të qartë. Relmpago nuk ishte vetëm një kal. Ai ishte arsyeja që jeta e Carlosit kishte marrë një drejtim të ri. Carlos parkoi kamionçinën dhe dëgjoi zërin e fortë të Dona Maris. Asnjë mushkonje nuk kaloi pa lejen time, tha ajo me krenari. Ai buzëqeshi i lehtësuar. Në qytet, Carlos i tregoi shkurtimisht për takimin me doktoresh Helenën dhe për planin që kishin hartuar për të mbrojtur Relmpagon. Dona Maria tundi kokën e kënaqur. E dija që nga çasti i parë se ky kal ishte i veçantë. Burri im i ndjer, Zoti e pas në paqe, thoshte gjithmonë se Relmpago kishte shpirt njeriu. Pasi falenderoi fqinjen dhe u sigurua se ajo do të kthehej në shtëpi e sigurt, Carlos shkoi menjëherë te stalla. Relmpago hingëlloi me gëzim sapo e pa dhe ju afrua portës. Përshëndetje, kampion, tha Carlos duke ja përkëdhelur feçkën. Kam folur gjatë sot për ty, duket se vërtet je një lloj legjende. Ai hapi dosjen me dokumente dhe i tregoi fotografi të vjetra nga ditët e lavdisë së Kalit. Shiko sa elegant ishe. Do të kthejmë përsëri aty, ta premtoj. Atë natë, para se të flinte, Carlos shqyrtoi me kujdes çdo dokument. Kishte certifikata fitoreje, artikuj gazetash dhe një histori mjekësore të detajuar. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen ishte dokumenti i gjenealogjisë. Relmpago ishte pasardhësi i fundit i drejt për drejt i një linje shumë të rrallë të Mangalarga Marchador, e konsideruar një pasuri gjenetike e paçmueshme. Në fund të faqes kishte një shënim me dorë që e la pa frym. Ai e mbylli dosjen me kujdes, kontrolloi 2 herë dyert dhe dritaret dhe shkoi të flinte, tani shumë më i vetëdijshëm për rrezikun. Të nesërmen në mëngjes, Carlos u zgjua herët dhe shkoi drejt stallës. Për habin e tij, Relmpago po lëvizte me feçkë gur të vegjël mbi tokë, duke formuar një model të çuditshëm. Kur Carlos u afrua, modeli ishte tashmë i qartë. Gurët formonin diçka që dukej si një shkronjë. Carlos u hutua. Mund të ishte rastësi, por shikimi i vendosur i Kalit e bëri të dyshonte. Ditët që pasuan, Carlos filloi të vëzhgonte sjelljen e Relmpagos me më shumë vëmendje. Kali dukej se lëvizte objekte me qëllim, shtynte kovë bosh në vende të caktuara, rregullonte kashtën dhe vazhdonte të krijonte modele që ngjanin me shkronja. I magjepsur, Carlos vendosi ta testonte. Vizatoi forma të thjeshta në tokë dhe i dha udhëzime të qarta. Relmpago i kuptonte. Zemra e Carlosit rrite fort. Kjo ishte më shumë se sa inteligjencë e zakonshme. Kali po përpiqej të komunikonte. Carlos vendosi një kamerë të thjeshtë në stallë për të regjistruar gjatë natës. Të nesërmen, duke parë pamjet, mbeti pa frym. Relmpago kishte formuar me gur dhe copa druri një sekuencë që qartë përbënte një fjalë, ndihmë. Carlos u ul mbi kashtë, i tronditur. Ai e kuptoi se Kali po përpiqej të tregonte diçka shumë të rëndësishme. Ai kontaktoi menjëherë doktor Silvën dhe doktoresh Helenën. Të dy ishin skeptik në fillim, por premtuan të vinin sa më shpejt. Para se të mbërrinin, megjithatë, Marcos Hoffman u shfaq sërish, këtë herë i shoqëruar nga 2 burra të fuqishëm. Ai propozoi një ofertë të re për tokën dhe për Kalin. Carlos refuzoi qetësisht. Buzëqeshja e Marcosit u zhduk. Ai pranoi se e dinte identitetin e vërtet të Kalit dhe takimin me Helenën. Kërcënimi ishte i qartë. Carlos ndjeu zemërim, por qëndroi i fortë.
Ai e urdhëroi të largohej. Pasi u larguan, Carlos njoftoi menjëherë policinë dhe thiri ndihmë. Dona Maria dhe 2 punëtorë rural u bashkuan për të ruajtur pronën. Relampago ishte i shqetësuar, sikur ndjente rrezikun. Gjithçka do të shkojë mirë, i tha Carlos me vendosmëri. Më vonë atë natë, doktor Silva dhe doktoresh Helena mbërritën së bashku me një detektiv privat, Carlos Ferreira, specialist në mashtrime në sportin ekuin. Ata dokumentuan çdo gjë, regjistrimet, dokumentet dhe kërcënimet. Edhe për profesionistët, sjellja e Relampagos ishte e jashtëzakonshme. Me karta dhe simbole, ata krijuan një sistem komunikimi bazik. Përmes përgjigjeve të Kalit, u zbulua se ai kishte qenë i mbajtur i izoluar dhe më pas i braktisur për të fshehur prova të dopingut. Relampago u përpoq të tregonte edhe një vend të caktuar në një hartë. Ishte zona pranë burimit të ujit në pronën e Carlosit. Ata vendosën ta hetonin atë vend më vonë, duke ruajtur vigjilencën. Gjatë natës, një tentativë për zjarrvënie në stall u pengua nga shiu i rrëmbyeshëm. Policia ndërhyri dhe Hoffman u kap duke u përpjekur të arratisej. Arrestimi i tij i dha fund një periudhe frike dhe pasigurie. Në muajt që pasuan, jeta ndryshoi rrënjësisht. Qendra e rehabilitimit Equine Relampago filloi të priste kuaj të shpëtuar. Lucas u përfshi gjithnjë e më shumë, duke zhvilluar interes për mjekësinë veterinare. Marrëdhënia mes Carlosit dhe anës u bë më e qetë, e fokusuar te mirëqenia e djalit. Relampago u bë simbol i shërimit dhe shpresës. Metodat e komunikimit u studiuan nga universitetet dhe qendra kërkimore. Qendra fitoi njohje kombëtare si një institucion inovativ. Një pasdite të qetë, Carlos dhe Helena u ulën në verandë, duke parë perëndimin e diellit. Ajo që më mahnit më shumë, tha Carlos, nuk është vetëm inteligjenca e Relampagos, por aftësia e tij për të falur. Helena u pajtua. Ndoshta kjo është mësimi më i madh. Besimi dhe falja janë të mundshme edhe pas traumave më të rënda. Poshtë, Relampago ngriti kokën dhe i pa. Drita e artë e diellit e bënte të dukej pothuajse mitik.